Janë gjithë vuajtjet e kësaj gruaje, gjithë etapat që nga fëminia dhe deri në momentin final, të cilat ajo gjen guximin dhe kurajon dhe forcën që t'i thoj stop dhe të vazhdoj të shofi dritë për te i tunelit. Është një figurë shumë komplekse, më është dashur të luaj disa vesa, jo vetëm një vesë, dhe para disa ditësh, para se të kishim provën gjenerale, diskutonim dhe me Anisën, dhe Anisa më thoshte, Moza, duhet kemi shumë kujdese dhe ato mesazhet që duhet të transmetoj shfaqja. Unë në fakt, thash Anisa, mua nuk më interesojnë shumë, sepse për mua kjo është një shfaqje, është një produkt artistik, dhe unë dua të bëj sa më mirë këtë personazh. Por ditën e premierës kam parë shumë gra që qanin dhe erdhën në skenë dhe më kanë thënë unë jam pak vesa. Edhe bile dhe një kushira ime shumë e afërt, tha ti ke lutur për mua sot. Ka marrë kaq shumë mesazhe